Bylis Laçi është përballja e javës së 30 që mund të vendos shumë në lidhje me fatet e dy skuadrave, një përballje ku askush nuk dëshiron të gabojë, sidomos në një moment të tillë të kampionatit me 7 javët e fundit nga mbyllja e sezonit. Dy ekipet janë me gazin në maksimum për të larguar ankthet e mbijetesës. Një përshëndetje nga unë Erkan Çudra, jemi me pamje të drejtë për drejtë nga stadiumi Adush Muçaj i qytetit të Ballçit në një përballje ku ka një prani të konsiderueshme në shkallët e stadiumit për t'i dhënë më tepër mbështetje ekipit vendas. Shpejt e shpejt ju njoh me informacionet e dy skuadrave, fillimisht me ekipin e Bylisit. Trajneri Gentian Mezani ka hedhur në fushë këto 11 lojtar, në portë është Batista, në mbrojtje Abaza Ilieski, Bruno Goxhi, përndresa Ofori dhe Përgjoni përbëjnë katërshen e mes fushës, Maloma dhe Ruçi, disi më të avancuar të cilët do të mbështesin sulmuesin e vetëm Berko. Në krahun tjetër, trajneri Francesco Morero vjen me rreshtimin 3-4-1-2 në port, Marko Molla në mbrojtje, Kurti Ope, Kristian Prodani, Shabani, Manellari dhe Mjaki. Katërshja e mes fushës, Tresa në rolin e trekuartistit, Bullari dhe Traore, dy lojtarët e sulmit. Shumë mungesa tek ekipi i Laçit, Bibo, William, Leshi dhe Luiz nuk janë të pranishëm. Eldorian Amiti, arbitër i takimit, asistenti par Denis Rexha dhe Ridiger Çokaj, arbitër i katërt Daniel Vrapi. Në dhomën e sistemit VAR, Kreshnik Barjamaj, ndihmuar nga Florian Lata. Do t'jetë një 90 minutash vërtet emocionuesi, pa parashikueshëm, ashtu siç ka ndodhur edhe në 3 ndeshjet e fundit të këtij sezoni, në 2 sfidat e para kanë përfunduar në barazim 0-0, ndërsa ndeshja e tretë ekipi i Bylisit arriti të merrte një sukses me rezultatin 0-3 në Kurbin, një rezultat që tronditi jo pak ekipin e Laçit. Ka nisur kjo përballje, rivënie me duar për ekipin e Laçit. Padyshim është një përballje ku suksesi i Skënderbeu ditën e dieshme ndaj Vllaznis, por edhe barazimi i Tiranës ndaj Ignatias ka bërë që të dyja skuadrat të marrin maksimumin në këtë përballje. Kurti me topin në zotrim. Mjaki, një pasim i shpejt i gabuar, lexon Ofori që tenton të avancojë dhe ndalet me faul. Goditja dënimi për ekipin e Bylisit. Shohim edhe një herë, ishte iniciativa e Malomos, por më pas u ndal. Përndreca është pranë topit. Plani parë për trajnerin e Bylisit, Gentian Mezani. Është ndeshja e 7 në stolin e ekipit Ballçiot, ndërkohë vjen një paralajmërim tek ekipi Ballçiot në minutën e 2. Ishte pikërisht Goxhi. Plani tjetër është për trajnerin e Laçit Francesco Morero, i cili padyshim ka transformuar ekipin Kurbinas që e gjeti vetëm me 3 pikë në vendin e fundit. Dhe tashmë ekipi i Laçit është në botën e 32 pikëve. Përdane çon topin përpara. Traore, Vion Loja, Bullari, edhe njerë Traore në krahun e majt, kërkon ta mbylla Bazaj. Traore, pasimi në zonë, Mjaki ndjek aksionin, goditja e Mjakit, dalet nga Ilieski dhe shohim Fëshëllen kryesori, pasi ka pretendime për një preke të topit me dorë nga ana e Ilieskit. Por ka 11 metrësh. E shohim edhe njerë aksionin, goditja e Mjakit dhe topi i ndalu nga ana e Ilieskit. Por shohim kryesori shkon ta shoh në dhomën e sistemit VAR. Ndërkohë Gentian Mezani i nervozuar e kërkon llogari
arbitrit. Shohem, e ka marrë me njëherë vendimin Eldorian Hamiti dhe nuk është 11 metrësh. Nuk është 11 metrësh. Minuta e 4 ka nisur në maksimum kjo përballje, ishte një mesazh fillimisht i Oforit në minutën e 2 dhe më pas një pretendim për penalti nga ekipi Laçit në minutën e 4. Megjithatë ishte një aksion vërtet interesant, nisur nga krau i majtë i sulmit, aty ku Traore arriti të shpëtonte mbulimin të Abazit. Pasoi në zonë dhe Mjaki ato goditje të lehtë u dal nga trupi i Lieskit. Ka shumë duele në mesfush për ndreca në kraun e majtë. Ka topin ai, vjen Arkimi në shtyllën e dytë, por jo i mirë, megjithatë ishte një Arkim që merr duar trukitjet e trajnerit Mezani, gjithashtu edhe të publikut. Topi gjati Marko Mollos. Prodani. Traore. Edhe njerë tjetër. Prodani. Ka faul. Zbritet e ekipit e Laçit. Një top shumë i fort në kraun e majt nga ana e Kristian. Për Prodani, ndërkohë regjia na mundson edhe një herë momentin e pretendimit për 11 metrësh. Ja e Mjakit. Berko. Malomo. Fiton këtë rivënie me duar. E qetëson situatën futbollisti i Bylisit. Goxhi. Malomo për tek Berko. Edhe njërë tjetër insistojnë vendasit. Shojnë të Arkim për ndreca me koko shumë largë portës. Por sërish iniciativa e tij, dëshira për të shkuar sërish tek porta, merr duar trokitje. Ilieski reagon me kokë. Shabani. Prodani për të Kristian. Braziliani detyrohet të luaj pas tek Marko Molla. Portieri e çon topin në kraun e djathtë, duke shkuti Mjaki. Son tek Manellari. Kristian kapësirë, mbrojtësi brazilian avancon, e ka braktisur zonën e tij. Një pasim në qendër tek Bullari, por nuk e kupton. I del sulmuesi. Megjithatë, Ope me vështirësi, por ja del me zgjuarsi të qetësoj lojën. Manellari. Sheh lëvizjen e Tresës. Kurti. Pasim për tek Manellari, insistoi Kurti, por tashmë ka hapësirë Berko në kraun e majt. Është Tresa që i ushtron një lloj presioni në një farë mënyre, pozicionohet dhe Kurti në vendin e tij, merr topin. Tashmë është Manellari që përpiqet të organizojë lojën e Laçit. Sot tek Mjaki. Ky i fundit tek Bullari dhe në fund ndërhyrja pa faull e Oforit ndaj Tresës. Edhe një problemi i momentit për Ledio Tresën.
No foul, be careful, Pullari tek Tresa. Mjaki. Shkon për redh, vjen topi mjaft mirë tek Prodani në krahun e majt. Nuk I ndahet Goxhi, ombet shpejtësinë e aksionit sulmues, ekipi Laçit megjithatë është Christian që tenton të bëjë gjithçka vet, por ombet topin braziliani. Ofori. Top shumë I mirë tek për Dreca dhe goditja e tij me një me fluturimthi në minutën e 9. Një tjetër sinjal I rëndësishëm për ekipin e Bylisit. Christian luan tek Marko Molla. Prodani dalet me faul. Ishte ndërhyrja e Goxhi dhe Eldorian Amiti që vetëm e këshillon futbollistin e Bylisit në lidhje atë faul të shkaktuar ndaj kundërshtarit. Shohim edhe njerë, ishte momenti, kovëmes në rryrja e Goxhis kundrejt Prodanit. Mjaki. Edhe njerë tjetër në përpjekje për të organizuar lojën. Ekipi Laçit me topat e gjatë të në zonë, që janë dy shtatlarësit Traore dhe Bullari dhe është pikërisht I fundit cili ka fituar këtë faul. Dil para, Malomo, dili para. Largohet Manellari nga topi për të bërë vendin kurtit. Afrohet dhe Prodani, janë tre lojtarë të shohim nëse është një skem nga ana e lojtarëve të Laçit. Mjaki e lë topin për tek Tresa. Prodani lën arrest në krahun e djathtë ishte Mjaki në krahun e djathtë. Prodani megjithatë ndalet aksioni I Korvinasve, tentuan të shpërzonin kundërshtarin nga krahët. Bruno. Katolin braziliani luan pas të portieri Batista. Abazaj edhe njërë tjetër. Pason tek portieri Batista shohet sa larg luan Pullari sa poshtë, gjithashtu edhe Traore thyer shumë pas. Rivani me duar për Laçin, Prodani kërkon mbështetje. Traore, goditja me një hershme, ka një prekje, tentativa e sulmuesit të Laçit, vjen goditja e parë nga këndi në minutën e 12, I përket ekipit të Laçit. Shumë se çfarë do të cilë ky moment për ekipin e Laçit. Traore, Christian dhe Opetri shtatlartët janë në zonë. Luajnë me topa të shkurtër futbollistët e Laçit. Tresa punohet si sulmuesi. Prodani. Edhe njerë tjetër shohim të pasin tek Tresa. Vjen Arkim në zonë shtymën e dytë. Christian, një pasim në zonë dhe goditja jo e mirë që ndalin nga mbrojtja, megjithatë aksioni nuk ka përfunduar. Pasim Shabanit shumë I gabuar. Ishte një aksion shumë I mirë I ekipit të Laçit, por nuk u finalizuar në mënyrën e duhur.
shohim edhe njerë kërkimin Kristian, i cili pasoi në zonë, nuk e kuptoi den Bullari, ishte shumë larg aksionit. Përndreca. Mjaft mirë marrja e topit, pasimi në shtyllën e dytë tek Ruçi, por nuk ka rritur nga Ruçi dhe Berko që vetëm e duar troket. Pasimin e Përndrecës ishte një ide shumë interesante. Marko Molla. Pasimi me finte nga ana e Prodanit, mjaft mirë Traore përdor forcën e tij, fizikun e tij për të fituar duelet me kundërshtarin Abazaj. Mundua të largonte topin, megjithatë qetësohet loja e Bylisit me Ileskin, i cili luan pas tek Batista, tashmë topin e ka Bruno. Në vështirësi, Malomo, Njaki mbyllet nga Përndreca. Fion loja nuk ka faul. Esci Albo! Sì, sali! E tu, Tresa! Diagonal, Tresa! Malomo. Abazaj, kjo ndërhyrje e Shabanit dhe dëshkohet me njëherë me kartonin e verë në minutën e 15, e gjitha ndodhin në syt e Eldorian Hamidit, ishte shumë pranë aksionit kryesori dhe me njëherë i tregon kartonin e verë e shoqërit të Laçit pikërisht për këtë ndërhyrje shumë e rrezikshme, ndërhyrja e futbollistit të Laçit kundrejt kapitenit të Bylisit. Vjen kartoni i parë i verdh i sfidës në minutën e 15. Të shkohet Shabani. Edhe njerë një top i gjatë për Përndrecën, shumë aktiv në këto 16 minuta loj. Përndreca vetëm 18 vjeç, është lojtari më i ri në moshë tek ekipi i Bylisit. Padyshim që është një nga zbulimet më interesante tek ekipi Ballçiot. Topi gjatë i Mullës, Traore, che arrin dot mbyllet nga Ofori. Jo, shumë mirë është i folë, po thënë. Kristian. Loj. Top shumë i fort tek Prodani. Rivënie me duar që përket ekipit të Bylisit. Dov'è Traore? Bravo. Attento Samuel. Attento alle spalle, urti dagli copertura. Se përket harkut të minutave nga fillimi i takimit deri në të 15-ën të dyja skuadrat, si në fakt Bylis është ekipi që ka shënuar 3 gola në harkun e këtyre minutave, ndërsa Laçi me 5 realizime pra nga minuta e parë deri në të 15-ën. Por të dyja ekipet në këtë përballje nuk duan të gabojnë. Pra po kujdesen që të mos pësojnë, ndërkohë ishte një top i larguar jo mirë nga ana e Elieskit.
Prodani në këtë rivëni me duar kërkon ta shtypër para, është pasimi shpejti Manellarit tek Tresa, mbyllet nga Berko, erdhi pas shpine për Ndreca, e top që lexohet nga Kurti, lëvizja e Kurtit, por ndërhyrja e për Ndrecës shumë e mirë, pa faull, megjithatë ka mbetur i dëmtuar futbollisti i Laçit. Është quar gjithsesi Kurti, po ndjekin edhe një herë ndërhyrjen e për Ndrecës, ndërhyrje e rregullt, pavarësisht se pati një kontakt të lehtë me Kurtin. Tresa për te Kurti. Bullari. Ai të stopoj topin, nuk i ndahet Bruno. Megjithatë fiton goditjen e dytë nga këndi i Kurbinas. Shohin përgatiten lojtarët e Laçit në zonë, Arkimi dhe topi që përfundon lehtësisht në duart e portierit Batista nuk nxitohet. Gadiani Bylesit kërkon që shokët e tij të skuadrës të vendosen në pozicionet e duhura, por ishte një top shumë i gjatë për Goxhin dhe Mjaki që bën më të sigurt duke spastruar zonën. Berko pretendon për faull në këtë duel me Christian. Loj avion. Edhe Marco Molla si portieri i Bylesit Batista kërkon ta marrë me qetësi. Pasimi tek Kurti në të djathtën. Tresa i kthyer shumë pas, mbyllet nga dy lojtar. Bullari. Prodani. Luan te Christian Traore. Në këtë duel shpejtësie me Abazaj dhe Ilieski, i cili e mbulon, por ishte më i pozicionuar, më i vendosur mirë në atë duel me Traore në Abazaj. Mund ta kishte për lehtësisht të tjenë në topin. Ilieski e largon, por e dorëzon te kundërshtari, është Kurti, cili pason krahun e djathtë, aty ku është Mjaki. Edhe një herë tjetër luan te Kurti, Tresa, Mjaki, kombinime të mira nga ana e lojtarëve të Laçit. Tresa nuk arrin dot të arkoj, megjithatë luan te Kurti, arkimi i tij Ilieski nuk e largon siç duhet, e dorëzon te Bullari, Manellari. Kurti. Mjaki, mirë tek Tresa, Kurti. Janë minuta shumë të mira për lojtarët e Laçit. Tresa. Edhe një herë tjetër e ka topin lehtë Tresa, luan pas te Kurti. Arkimi i Kurtit shumë i fortë, përpiqet Prodani që ta fitojë, mbulohet nga Goxhi dhe nuk ka padur asnjë prekje nga ana e Goxhis. Vetëm rivënia fundore me ekipin e Bylesit që tashmë përpiqet të organizohet, luan thjesht portieri Batista tek Bruno. Edhe një herë ka topin portieri brazilian, kësaj radhe do vijat tek Berko dhe kjo përplasje mes Berkos dhe Manellarit ka mbetur i dëmtuar. Gjatë rënies kapiteni i Laçit ka ndalur me një herë lojën. Kryesori Amiti pati një balancim nga ana e Berkos. Shohim edhe një herë, ishte pikërisht ky momenti dhe rënja e Manellarit, i cili ka mbetur i dëmtuar ka në fushë. Me një herë stafi mjekësor për të parë gjendjen e Manellarit. Javën e kaluar Bylis un poshtë nga Dinamo me rezultate 3-1, ndërkohë që Laçi nuk shkoi më shumë se një barazim 1-1 ndaj Egnates, megjithatë ishte një pikë e artë
për ekipin Kurbines, por duhet thënë që ekipi Laçit nuk fiton prej 4 ndeshjesh rradhazi. Suksesi i fundit është ndaj Teutës me rezultatin 3-0 përballje që është zhvilluar më datë 16 shkurt. Po nuk ka vënë për panik për ekipin Kurbinas, pasi Francesco Moreira është i kënaqur me lojën që ka zhvilluar në këto 4 javë. Ekipi Laçit, edhe pse nuk ka arritur të marrë maksimumin e pikëve. Ka nisur loja. Manellari është jashtë fushës. Ka hyrë kapiteni i Laçit, ka lënë pas atë problem. Manellari, lëvizje zgjuar e shoqërorit, por ndalet loja për një faul që përket ekipit Laçit. Duket se ka probleme Manellari pas këtij momenti, asaj përplasje që pati me Berkon. Shabani, pasimi gabuar, nuk ka faul, ishte për Gjoni, i cili arriti të ushtronte një lloj pressingu. Për Ndreca. Në këtë rivënie me duar për tek Ruçi, nuk avancon dot, më të indikuar edhe nga një mbulimi mirë i Kristian dhe dalja shpejtë e Mollës. Gardiani Laçit luan tek Kurti. Tresa nuk arrin do të dribloj mjaft mirë për Ndreca, e bllokon shpejtësinë e Tresës, por e rifiton topin shumë shpejt me vendosmëri. Berko për tek Ruçi, lëvizje mirë e Ruçit. Shumë gabime, megjithatë rikëpërohet nga Berko, një pasim në brendësi për Ndreca. Pasimi për tek Ruçi, goditja me të majtën dalet nga Molla. Çfarë mundësie në minutën e 25. Ishte një aksion shumë interesant tek ekipi Ballqot. Tresa Manellari. Bullari. Pasimi për tek Tresa. Bet topin futbollisti Laçit për Ndreca. Një top i gjatë për tek Ruçi në këtë duel me Kristian dhe del edhe njërë tjetër Marko Molla. Po as disi vështirësi pravavia e Laçit me to topa të gjatë. Të thon situatën Marko Molla. Top gjatë tek Traore, fundit me kokë lë tek Prodani. Tresa që përpiqet ta fitojë, ka përplasje mes dy lojtarëve për Ndreca dhe Ofori, ka mbetur i dëmtuar për Ndreca dhe menjëherë ka dalur loja në Amiti për t'i ardhur në ndihmë futbollistit të Byllisi. Ndërkohë regjia na mundson atë moment të Ruçit, goditje e ardhur në minutën e 25. Ky majt që u ndal nga OP, megjithatë me shumë vështirësi arriti Marko Molla të devionte topin. Ka një tjetër ndales loje dhe trajneri Francesco Moreira po komunikon me 3 lojtarë si Shabanin, Kurtin, gjithashtu edhe Mjakin, ndërkohë që Manellari po vijon të marrë ndihmën e stafit mjekësor. Duket se po as disi vështirësi Manellari, po shtrëngon dhëmbët që të vijoj këtë përballje. Tek ekipi i Byllisit, Berko është golashënuesi më i mirë me 6 realizime, më pas vjen Malomo me 5 realizime, Ruçi me 4, Gjata dhe Përgjoni me 2, ndërkohë tek ekipi Laçit William Cordero është
lojtari që ka shënuar 7 gola braziliani prej javësh, po i mungon ekipit të Laçit, është një mungesë vërtet e rëndësishme në repartin e sulmit. Më pas vjen Mjaki me 5 gola, Traore me 3, Bullari 2 gola dhe Ballhysa edhe një gol. Ka dalë jashtë vijës kufizuese për Ndreca. Shohim se vjoj ndeshen lojtari i cili ka zhvilluar 29 minuta vërtet pozitive. Shëndesh në këtë organizim të lojtarëve të Bylisit, goditje nga distanca, ishte eufori. Pa mundur që të ishte i sakt në goditjen e tij. Ope e luan te Kurti, topi gjatë i Kurtit për Gjoni dalet me faul, lideri për ekipin e Bylisit. Bruno pason tek Abazaj. Ilieski ndjek aksionin Perko, që në një farë mënyrë e merr topin, ja del kundrejt Manellarit, edhe një herë tjetër Perko. Për Gjoni, sërish pason tek Perko. Një aksion i gjatë i vendasve, mbyllet përkohësisht nga Prodani dhe shkakton faul. Ishte pikërisht Goxhi. Ope është pranë topit, topi gjatë i Mbrojtësit tek Traore, del fitues Ilieski. Ruçi ndalet me faul nga Shabani. Ka kaluar gjysmëorë lojë nga sfida mes Bylisit dhe Laçit. Ndoqën faulin e Shabanit. Lojtari i cili duhet të bëjë vërtet kujdes pasi ka një karton të verdhë të marrë në minutën e 16. Përçuar Ruçi. Pas atij momenti me Shabani. Shohim këtë arkim në zonë. Topi mbetur aty dhe më pas ndalet aksioni për një faul. Topi gjatë i mollës për tek Mjaki. Tresa ndalet me faul, tifozët protestojnë për një top të dalë jashtë vijës kufizuese. Dhe Amiti që komunikon me Ndrecën, ndoshta një farë nervozizmi nga ana e lojtarit të Bylisit në lidhje me faulin e akorduar. Kurti. Bullari nuk arrin dot të shtypojë topin. Ruçi, Ope. Kristian në këtë duhet shpejtësie me Perkon dhe shkakton faul synuesi i Bylisit, çka ka sjellë një lloj irritimi tek tifozët. Paçio dhe një karton i verdhë për synuesit. Nuk i beson syve Perko, e shohim edhe një herë. Ky është momenti. Dueli mes Perkos dhe mbrojtësit Kristian. Ko vion të komunikoj Perko me kryesorin në lidhje me kartonin e verdhë.
Ope. Luan pas tek portieri Marko Molla. Kurti. Top gjatë tek Bullari, po kontra dalë ide dhe me një lojë marrëdhënëse. Ekipi Laçit. Erti dhe Bullari me kokë, mbyllet nga Ilieski. Shabani, Bullari. Shkojnë dy lojtarë për të shqetësuar së muasi në Laçit. Mjaki, lëvizje shumë mirë e Mjakit, por pasimi lexohet. Shumë rëmur në mesfush, megjithatë Ruçi nuk e mban dot topin. Është Shabani që pason te Kristian. Turdani. Kjo ndërhyrje me faul. Goditja e dënimi është Ilieski që e bën me shenjë. Eldorian Amiti që vetëm ka prekur topin. Minuta e 34, goditja e dënimi për Laçin. Është një pozicion vërtet i mirë dhe Ilieski që ndëshkohet me kartonin e verdh. Lojtari i dytë i Bylisit. Pas Berkos vjen dhe ky karton e shohim edhe një këtë moment mes Ilieskit dhe Kristian. Pran topit është Ledo Tresa. Fyqen lojtarët e Bylisit të mbulojnë çdo hapësirë të lënë bosh. Shabani. Hakimi Shabanit dhe Traore. Edhe një Traore. Shabani. Pason sërish tek Traore. Do të triblojë për shkakton faul së muesi i Laçit kundrejt Goxhi. Mukhtar Goxhi. Ilieski po një shok të një skuadre, shohim se të jetë një top gjatë i Maqedonasit apo. Është pikërisht kështu. Ruçi nuk e arrin dot, megjithatë topi shkon tek Berko. Gjoni. Në fund kjo ndërhyrje e Shabanit. Shkon në rivëri ansore. Edhe një herë tjetër, rivënia me duar për ekipin Ballçot. Dalet aksioni, ka një faul për këtë ekipit të Laçit. Jemi në minutën e 37 të takimit pas një ishin minuta të para vërtet intensive nga të dyja skuadrat me rastet të krijuara si Ofori, Ruçi, por gjithashtu edhe Traore. Tentativa nga të dyja skuadrat për të gjetur golin. Ndërsa në këto 5 minuta, 10 minutat e fundit të dyja skuadrat kërkojnë që të mos gabojnë. Ilieski mbyll avancimin e Traores. Berko. Pasimi tek Malomo. Ruçi sërish tek Malomo. Mjaki. Ruçi mbyllet nga Kurti. Tresa në këtë duel ajror me Bruno. Ai largon braziliani, por e dorëzon tek Kurti, sërish Kurti tek Traore. Tresa në mesfush. Tenton të tribloj për Gjoni, nuk e del dot, megjithatë topi shkon sërish tek Tresa. Traore dhe mbyllet aksioni i Kurbinasve, por Malomo është Ofori i cili e dorëzon të kundërshtari. Edhe një herë tjetër, ekipi i Laçit përpiqet të organizohet. Molla,
Ope. Pasimi tek Shabani, avancon ka hapësirë në mes fush. Traore, edhe një herë tjetër Shabani. Luan pas tek Christian. Ky fundit she Kurti. Avancon Kurti. Mjaki sërish pasun tek Kurti. Tresa nuk e arrin dot. Ruçi. Sim shumë interesante kë Malomo dhe ndalet nga Kurti, kartoni verdh. Është zverdhur kjo pjesë e parë nga kartona të shumt. Shohim ndërhyrjen e Kurtit, nuk lejoi avancimin e mëtejshëm të Malomos. Janë 4 kartona të verdhë të marrë në 39 minuta lojë, ndërkohë që Ruçi tentoi të shfrytëzonte një lloj paqëmësie nga ana e Christian, por e pa ardhjen pas shpinën të Ruçit, duke kthyer topin tek portieri Marko Molla. Christian. Apo në të pasim Traore duke dorëzuar të kundërshtari, kjo e majt e Malomos që bllokohet nga kundërshtari, megjithatë Berko ka topin dhe me zgjuarsi fiton goditjen e parë nga këndi që vjen në minutën e 40. Për Ndreca është pranë topit. Vjen Arkimi në qendër, kjo goditje edhe një herë tjetër insiston ekipi i Bylisit, por nuk përfundon siç duhet. Është një Arkim shumë i mirë në zonë, i ardhur nga për Ndreca. Mjaki. Manellari. Një pasim shumë i mirë i Manellarit. Prudani lecuua nga portieri Batista. Malomo. Edhe një tjetër e ka topin Malomo. Nuk ka faul. Thot kryesori Amiti, pas topit të marrë nga ana e Manellarit. Traore. Ka topin Traore. Edhe një herë tjetër. Konto po gjithçka vet Traore. Dhe në fund goditje dënimi për ekipin e Laçit. Pas kësaj ndërhyrje ishte Peter Stofori. Goditje dënimi për Laçin. Tashmë kemi hyrë në 4 minutat e fundit të takimit plus kohë shtesë në përballjen e javës së 30 të Biznes Superiore mes Bylisit dhe Laçit. Një sfidë ku distanca mes dy skuadrave në klasifikim është vetëm një pikë larg. Goditje dënimi Manellari është i vetëm pranë topit. Shohim vjen Arkimi si Manellarit, Christian me kokë, Tresa nuk preferon të godas, por një Arkimi lehtë në zonë. Ope dhe ishte një front goditje nga ana e qendërbëdësit, por pa pasoja për ekipin e Bylisit. Bulani! Che cazzo vai? Sali, Miyagi! Forte! Samuel! Shumë edhe njerë aksionin, ishte Arkimi i lehtë do Tresës, nuk arriti dot Christian Versa, Ope. Ato një goditje.
por shohem pasi kryesori Eldorian Amiti ka ndalur lojën për pak minuta. Kishte ndoshta një lloj komunikimi me sistemin VAR, por asgjë. Vetëm rivënie fundore. Ruçi për tek Berko. Shkon në Manellari dhe Ope, marrin topin, por me faul. Kemi sërish një tjetër ndales loje. Ka një goditje dënimi në një tjetër. Do të shohim se si ekipi i Bylesit do ta interpretoj këtë situatë. Për Ndreca është pranë topit. Shohim vjen fshëllima e kryesorit për Ndreca. Ishte një goditje pa shumë pretendime, megjithatë vuri në vështirësi Marko Mollën duke devijuar topin. Goditje nga këndi barazohet. Numri i tyre, 2 për Bylesin, 2 për Laçin. Edhe një tjetër për Ndreca në përpjekje për të arkuar sa më mirë në zonë që dikush të arrit të godas sakt. Vjen arkimi për Ndrecës, loj mirë, largohet nga Kurti. E mban topin në lojë për Ndreca. Mbetur i dëmtuar futbollisti i Bylesit, po ka vetëm një rivënie anësore. Ka mbetur i dëmtuar futbollisti i Bylesit. Shohim në përpjekje për të larguar topin, ka patur një përplasje me mbrojtësin Christian. Do të shohim se sa minuta shtesë do të akordohen nga përfundimi i pjesës së parë. Janë pikërisht 2 minuta. I larguar nga Kurti, rivënie anësore, ndërkohë që sërish ka një lojtar të Bylesit mbetur në shtrirë në fushën e lojës. Është dalur, sërish loja megjithatë është çuar Flamur Ruçi. Për Ndreca në këtë rivënie anësore. Berko. Një goditje ishte pikërisht Goxhi, lojtari i cili tentoi portën. Ka patur një devijim, tentativa e futbollistit të Bylesit. Edhe një herë tjetër për Ndreca është pranë topit. Shohim ka mosmarrëveshje në zonë dhe Amiti kon të vendosë rregull. Arkimi për Ndrecës në zonë, goditja me kokë, nuk ka kuadrat. I shgënjyer Ofori dhe Eldorian Amiti e mbyll pjesën e parë, nuk ka më kohë, gjithçka mbetet hapur, gjithçka mbetet e luftuar. Një pushim i shkurtër miq të RTS Sport dhe pas pak sërish bashk me pamje nga pjesa e dytë e takimit.
Rikthehemi edhe një herë miq me pamje të drejtë për drejta për pjesën e dytë të takimit mes Bylisit dhe Laçit, një pjesë e parë që përfundoi me rezultatin 0-0, ndërsa kjo pjesë e dytë do të nisë me zëvendësime tek të dyja skuadrat. Fillimisht tek ekipi i Laçit është larguar Marko Molla, portieri, dhe në fushën e lojës është Dobjani. Tek ekipi i Bylisit në lojë është Da Silva dhe largohet Ilieski. Jo mbrojtës për një sulmues, kjo është lëvizja e trajnerit Gentian Mezani. Ndërkohë lëvizja tjetër e trajnerit Francesco Moriero ndoshta mund të jetë një shumë gjasa, pra mund të jetë një lëvizje e detyruar, duke larguar Marko Mollën dhe Dobjani ish portieri Ignatias në vendin e tij. Largohet Ilieski, që në mbrojtësi i cili u ndëshkua me kartonin e verë në minutën e 35, ndoshta edhe për këtë mënyrë trajneri Mezani nuk ka dashur të rrezikojë 45 minutat e dyta. Ka nisur fraksioni i dytë i lojës me një faull fituar nga Traore. Goditje e lirë për ekipin e Laçit, Prodani është pranë topit, shkon edhe Manellari. Topish për kapitenin e Laçit është Motresa. Shabani, një vertikalizim shumë i fortë për tek Bullari. Megjithatë ideja ishte e mirë. Shumë sa pranë janë dy sulmuesi si Traore dhe Bullari, por Batista preferon ta çojë topin përpara për të mos rrezikuar. Ndresa me kot për tek Berko, por mbyllet nga Ope. Nigeriani spastron zonën gjithashtu. Në miq, ditën e sotme do të zhvillohen dhe dy përballjet e fundit të ndeshjeve për javën e 30, Partizani Teuta dhe Elbasani Dinamo, sfida vërtet të rëndësishme, sidomos për ekipin e Teutës pas fitores të Skënderbeu. Tashmë ndodhet në fundin e klasifikimit dhe do të kërkojë me pa tjetër të rikthehet tek sukseset. Një pasim i OP për tek Mjaki, shumë i fortë. Loja për një faul i përket ekipit të Bylisit. Kërkon ndesë futbollisti i Laçit Mjaki për të ndërhyrje. Jema vendosje te, i fundit. Roda, bravo. Shqiptar Kim. Ti, Nice. Hajde, Bullar. Bullari. Karin do të kërkojnë e topit, megjithatë fiton këtë faul. Hajde. Ope. Kristian. Bullari, top në krahun e djathtë. Ishte pasimi i Mjakit për tek Tresa, mbyllet nga Bruno. Dhe rivënim e duar.
Hajde! Kujdes me pa! Shën të aksion të Bylisit në kraun e djatë, Goxhi. Dy lojtarë të shqetësojnë, Traore blokon me gjitha të aksioni Vion për Gjoni. Nuk i ndajt Kristian. Pasimi i për Gjoni, Tresa. Tronson, Traore, Vion, aksioni, sërish dy luftime. Dhe prekja e fundit është e Malomos. Ka një lojtar të Bylisit në tokë. Është pikërisht Mukhtar Goxhi. Edhe njërë tjetër shohim përplasjen mes Goxhis dhe Traores. Lëviz Alban! Lëviz Abullar! Lëviz! Jemi në minutën e 51 të përballjes. Ka kaluar 6 minuta. Berko. Lëvizja e tij ndaj Opes krijon një lloj hapësire, por në momentin e dytë e mbyll Ope. Prodani. Ndërkohë ka është ndalur loja. Janë dy lojtarë të Laçit të shtrirë në fush. Ope ka probleme. Shohim edhe një kyçe përplasje mes Opes dhe për Gjonit, më pas ka patur dhe probleme për Prodanin. Go outside. Hey, Traore! Lucio! Orlus! Traore! Bravo! Non vendosi, Diema! Teo! Bravo! Ati! Shohim këtë Arkim në zonë. Një goditje flutur, imthi e bukur, por nuk ka kuadrat. Tentativa e Flamuruçit. Komish një lajm i fundit që na vjen është fakti se trajneri Francesco Morero ka patur probleme shëndetësore dhe nuk është në stol. Ka ardhur ambulanca që ka marrë me njëherë trajnerin e Laçit pas përfundimit të pjesës së parë, nuk është ndjerë mirë dhe tashmë drejtohet nga asistenti i tij. Shpresoj që mos tjetë asgjë serioze për teknikun italian. Prodani. Dorëzon topin tek Da Silva për Gjoni. Kombinon mirë me Berko në edhe njerë tjetër për Gjoni. Pasimi sërish për tek Berko. Kjo e majtë e ti. Blokohet nga Ope. Ditje nga këndi. Është e katërta për ekipin e Bylisit.
në minutën e 55 shojmë se çfarë do të sjellë ky moment. Arkimi, Tomi mbetur tek Da Silva dhe goditja e Berkos përfundon në rrjet, por ndalet aksioni për shkak të pozicionit jashtë loje të Berkos. Ishte një aksion shumë i mirë i ekipit të Bylisit. Shohim edhe një herë dukshëm më i avancuar Berko, nuk ka asnjë dyshim. Megjithatë, vjen sinjali i parë në minutën e 55, pavarësisht se goli i Berkos nuk vlen. Goditja e Bullarit dhe nuk arrin do të shënojë në minutën e 56. Synuesi i Laçit, po çfarë mundësie nga një aksion në një tjetër. Pas golit të anulluar nga ana e Berkos vjen ky moment, shohim tentoi shtyllën tjetër Emiliano Bullari, kishte hapësirë, por nuk arriti do të shënonte. Shabani. Ndalet në fall nga ana e Përgjonit, ndalet loja. Nuk nxitohet Prodani. Dobjani. Bruno luan tek Përndreca e arrin me vështirësi të ta ketë topin në kontroll. Fabian Përndreca. Da Silva, një pasim i mirë për tek Berko, por sërish ka një pozicion të parregullt. Po vijon të ketë probleme sulmuesi i Bylisit Berko me linjën e mbrojtjes së Laçit. Traore. Edhe një herë tjetër Traore dhe prekja e fundit është sulmuesit të Laçit. Christian Ope. Koxhi. Da Silva luan pas tek Marina Baza, i fundit e dorëzon tek Kurti me mbrojtësin e Laçit që është hyrë përpara Bullari. Luan tek Traore, shohim e arrin Traore, por e dorëzon tek kundërshtari, ndoqi mirë aksionin Marina Baza, i cili luan tek Përgjoni, por ky i fundit tentoi të krijonte hapësirë për të çuar një top të gjatë, por pa mundur. Berko, Da Silva. Pilvonje me duar për ekipin e Bylisit, pavarësisht se Kurti dhe Ruçi kanë mbetur të dëmtuar në atë përplasje. Janë çuar dy lojtarët. Roda, kujdesi s'mon këtë, ha? Vendosu. Përndreca në këtë rivënie me duar. Ka topin spish Përndreca. Abazaj. Koxhi në krahun e tij. Elizaj mire për Gjonit, krijon hapësirë të Tom Prodanit, mbyll këtë aksion dhe Ope që dollet në vendin e duhur. Por
Bylisi qëndron aty në përpjekje për të gjetur golin e avantazhit. Kujdes të të shtatëm! Kujdes, kujdes! Hajde vendosjen! Mane! Rore! Kujdes lëvizjen! Shoj markimin e Përndrecës në shtyllën e 2 Tope. Largon topin, por edhe njerë Bylis qëndron në sul. Kujdes të të vjetën! Sërisht do tjetë Përndreca pas koditis nga këndi në këtë rivënje me duar në përpjekje ta shtyrë për para. Ne bën diçka të tjerë, por është Kurti që e largon, megjithatë Përndreca arrin për një moment në këtë duel me Mjakin, por dhe fitues mbrojtësi i Laçit. Traore tek Bullari, shohim vetëm Abazaj është në mbrojtje, merr topin mjaft mirë kapiteni i Bylisit, merr duar të vidjet e publikut, nuk ka faul, Ledio Tresa. Edhe njëherë tjetër është Mjaki tashmë. Mbyllet nga Përndreca. Një pjesë e dytë që ka nisur mund të themi ndoshta me një ritëm më të ulët. Kujtojmë vetëm tentativa e Berkos në minutën e 55 me atë gol të shënuar dhe një minutë më pas goditja e Bullarit. Vetëm këto dy fragmente janë për të përmendur me rifillimin e takimit. Da Silva ka topin. Një pasimi braziliani tek Berko. Mbyllet nga Ope, Prodani. Kthehet pas Traore. Pa që nuk arrin dot topin. Every moment you are down. Traore, si me kohë për Tresën, Abazaj, disi në vështirësi, por Jadel, për Gjoni, dhe peke e fundit e Ledio Tresës. Ishte një gabim i Oforit në atë pasin dhe ndalet loja për një faul nga ana e Traores kundrejt Marina Abazajt. Një pasim i gabuar i dhënë nga Ofori. Traore. Këtu e shumë pas, ka kontrolin e topit Prodani, Bullari me kokë edhe njërë tjetër, Traore, por Bruno nxjerr jashtë topin. Rivënje anësore, Prodani, Tresa. Për tek Manellari edhe njërë tjetër, gjen hapësirën për të pasuar tek Tresa. Dhe mbyllet pa faul nga ana e Oforit, çojmë tashmë tjetër duel force mes Christian dhe Berkos. Prekja e fundit e Christian Zeton da Silva, por të rikoni me duar është Berko tashmë që ka topin, mbyllet nga Christian. Edhe njërë tjetër, rivënje me duar për Bylisin. Shohim iniciativën e Malomos, edhe njërë tjetër Bylis, da Silva.
nuk e arrit dot pas daljes Dobjanit. Traore. Luan krahun e djathtë, aty është Mjaki. Tresa sërish Mjaki. Shabani. Tentoi të shtynte përpara Mjaki. Prezenta kundërshtari Da Silva. Dhe ka një faul shkaktuar nga ana e Prodanit kundrejt Malomos. Sulovari do ty në fushën e lojës dhe largohet Flamuruçi. Lëvizja e dytë tek ekipi i Bylisit. Koxhi. Edhe njërë tjetër e ka topin Koxhi. Zohet nga Bulvari. Vion loja pavarësisht pretendime për faul nga ana e Tresës. Shabani. Traore. Njërë tjetër Traore. Finalet pa faul dhe baza që i merë topin, por Kullesori Amiti për me shenjë stavit mjekësor të Laçit për të hyrë në fushë për të parë nga afër gjendjen e Ledjo Tresës. Ditën e djeshme u zhvilluan dy përballje të vlefshme për javën e 30, Vllaznia Skënderbeu 1-2 dhe Egnatia Tirana. Takim që përfundoi me rezultatin 1-1. Rezultate vërtet që e kanë bërë më të hetshme situatën sa i përket zonës mbijetesës. Padyshim që suksesi i Skënderbeut ka hap skenare të reja, pasi në luftë për të qëndruar në hapjen e superiore është edhe ekipi i Laçit. Ndërkohë Tresa Vion të marrë asistencën mjekësore, ndërsa Olsi Myrta do të pas pak në fushën e lojës. Do të shohim nëse do tjetë Ledjo Tresa lojtari i cili do të largohet. Minuta e 68 e takimit. Byli 0, Laçi 0. Respekton fair play Traore. Ka hyrë dhe në fushën e lojës Ledjo Tresa. Ofori për tek Bruno. Pasimi i brazilianit tek Da Silva, filer mjaft e mirë për tek Berko. Shohim tashmë këtë lëvizje të Malomos, arkimi në zonë dhe ndalet loja për një faul nga ana e Viktor Da Silvës. Një pasimi gabuar, duke dorëzuar shumë shpejt e kundërshtari. Manellari. Topi gjatë i tij për tek Traore mbyllet nga Abazaj. Shkon Ledjo Tresa dhe Bullari, por ja marrin topin pa faul. Futbolistët të Bylisit. Bruno. Në vështirësi braziliani, luan tek Përndreca. Ky fundit e kthen tek Batista.
kërkon hapësira braziliani. Ope Bullari luan tek Traore. Për Gjoni një pasim shumë i mirë, por i fort për tek Malomo. Njaki për tek Tresa, por edhe njerë tjetër e dorëzon topin Tresa. Da Silva me kokë. Poi Sulovari të faule shumë të ndërhyrë me gjitha ta aksioni. Vion e pasim për tek Traore, ka hapësirë Traore, goditja e tij dhe ndalet nga Batista. Çfarë ndërhyrje nga portieri i Byllisit, i cili eviton këtë gol të sigurt. 20 minuta nga përfundimi i takimit dhe Laçi jep këtë lloj paralajmërimi me anë të Traores. Po shohim edhe njerë se si nisi ky aksion, pati një devijim, ai pasimi dhënë për Traoren. Dhe ndërhyrja në momentin e fundit. Ndërkohë është ndalur loja për shkak të një problemi fizik. Shohim është Ledio Tresa, lojtari i cili vetëm disa minuta më parë pati sërish një tjetër kontakt me kundërshtarin, duke shfaqur disi probleme fizike, ndërkohë që edhe tani është çuar. Kryesori diskuton me kapitenin Arina Bazaj. Është një karton i verdh marrë për Oforin. Është dëshkuar me kartonin e verdh futbollisti i Byllisit për atë ndërhyrje ndaj Ledio Tresës, çka miti lejoi dhe aksionin e lojës me Traore që krijoi atë mundësi për gol. Shohim këtë arkim në zonë, asnjë lojtar i Laçit për të tentuar portën. Ishte arkimi i Manellarit. Ope nuk e largon dot topin. Shohim këtë pasim në krahun e djathtë për tek Da Silva, por i pozicionuar shumë mirë Shabani. Prodani për tek Manellari, shohim ka hapësirë kapiteni i Laçit, edhe një herë tjetër Manellari, goditja shumë e lehtë. Asgjë për të shqetësuar portierin Batista. Berko. Duket janë hapur skuadrat sa i përket reparteve në fushën e lojës për Ndreca. Top i gjatë nuk e pa Da Silva, që ishte në mes fush. Shabani. Ope për te Kurti. Dobjani. Gjati Dobjani për tek Prodani. Mjaft mirë me kokë mbrojtësi i Laçit, i cili gjen Traore dhe ndërhyrja e Marin Abazajt. Olsi Myrta do të hyrë në fushën e lojës. Shohim kush do të largohet. Është Bullari. Ndërkohë ka një problem për Traoren. Do të presim nëse do të kemi një zëvendësim të detyruar, pasi duket se stafi i Laçit e ka stopuar këtë zëvendësim. Ndërkohë shohim, kjo ishte ndërhyrja e Oforit kundrejt Tresës, i cili
u ndëshkua me kartonin e verdh. Ende nuk është kryer zëvendësimi në pritje të përgjigjes së stafit mjekësor nëse Traore do të vijojë lojën. Po bën përpjekjet e fundit Traore për të parë nëse është në gjendje të luaj do 16 minutat e fundit të takimit. Nuk është kryer zëvendësimi. Tenton, po shtrëngon dhëmbët Traore dhe i bën me shenjë stafit mjekësor që kërkon zëvendësim. Shohim, është i shtrirë në fushën e lojës Traore, megjithatë ekipi i Byllisit vijon lojën. Berko, një pasim me Fider Karë, mu në zonë, Bullari. Manellari dhe tifozët që i bëjnë në shef për Ndrecës për të vijuar lojën. Abazaj, Tresa, Bullari. Mjaft mirë lëvizja e oporit. Manellari, pasimi për tek Traore. Si një gabuar nga ana e Traores dhe ndalet loja për një faul. Dëshkohet Prodani me kartonin e verdh dhe tashmë është mundësia që ekipi i Laçit të kryejë zëvendësimin. Nuk do të jetë Bullari, por Traore, lojtari i cili do të hyjë në fushën e lojës, një zëvendësim i detyruar tek ekipi i Laçit. Pas portierit Marko Molla me fillimin e pjesës së dytë vjen zëvendësimi i radhës. Është Myrta për Traoren. Ndërkohë është dalur sërish të loja, kësaj radhe për pozicione jashtë loje, por është Berko, lojtari i cili ka probleme. Shohim edhe një herë, ky ishte momenti mes sulmuesit të Byllisit dhe Kristian. Ope. Qatë ti nuk shkon tek Bullari, megjithatë kërkon sulmuesi i Laçit, fton topin Myrta. Solovari. Bruno. E mban topin braziliani në vështirësi. Detyrohet të luaj pas tek portieri Batista. Top gjati brazilianit. Arrin në kohë është prekja fundit pikërisht e mbëtësit të Laçit. Për Gjoni. Shohim të Arkin një faul nga ana e Da Silvës, pati një lloj zhbalancimi, madje edhe Eldorian Amiti i bën me shenjë brazilianit që kishte një bryl kundërshtarit. Ishte Berko dhe jo Da Silva. Faul për ekipin e Laçit fituar nga Olsi Myrta. Ndërkohë
Tjetër zëvendësim tek Pylis, do të aktivizohet Osmane. Dhe largohet Ofori. Një mesueshor për një tjetër, nuk dyshon asgjë trajneri Gentian Mezani. Prodani. Shkon për Gjoni për ta shqetësuar. E don ta tribloj, vijon lojën. Të vëqati për Gjonit dhe për Dreca që spastron zonën. Prodani në këtë rivënie me duar. Bullari, Shabani, Olsi Myrta. Për tek Prodani vjen arkimi jo i mirë, megjithatë fiton këtë rivënie me duar. Futbollisti i Laçit tani kemi hyrë në 10 minutat e fundit të takimit. Minuta vërtet interesante me të dyja skuadrat që janë në përpjekje për të gjetur golin e avantazhit. Tashmë është momenti ku si Laçi ashtu dhe Pylis nuk kërkojnë të gabojnë në asnjë sektor të fushës. Ndërkohë ka një problem për lojtarin e Pylisit, Koxhi. Shëpë të rivënie me duar nga Prodani, Bullari që kërpron se s'pon bërte Tresa dhe goditja e Mjakit. Në fakt tentuit të godiste, nuk ja doli dot lojtari i Laçit. Topi dorëzuar është Kristian. Prodani, Olsi Myrta. Nuk i ndahet për Gjoni, megjithatë rifiton topin Olsi Myrta. Mjaft me lëvizje kundrejt 3-4 lojtarëve. Kapitulli dëmtuar vijon loja Osmane. Manellari. Kurti. Billet ideja e Kurtit për Ndreca. Da Silva që mundohet të fitoj topin. Dhe kështu Kurti arrin të jap Laçit frymëmarrje. Tresa. Mjaki që lëvizjen e Bullarit dhe të Olsi Myrtës, por topi është Tokazi. Mbyllet nga Bazaj. Gabojnë lojtarët e Pylisit. Tresa. Mjaki. Sërish pasimi për tek Tresa. Edhe një herë tjetër shkojnë 2 lojtarë për ta shqetësuar, ja marrin topin. Ledo Tresës është Sulovari. Dhe falli i përket ekipit të Pylisit dalur nga Ledo Tresa. Shumë të top të gjatë për Berkon. Mbyllet nga Ope. Pronto, Elvis, scarpò! Dagli in posto, vede! Italia, che lì, Steu! Shumë preka e fundit është lojtari të Laçit Mjaki. Dhe për Ndreca që edhe njërë të mundohet ta qoj për para topi në këtë rivënie me duar, por jo luan të Da Silva. Ardhur shumë shpejt dhe pasimi Da Silvës që mbyllet nga Mjaki. Do që nëse do të kemi një tjetër idesja me Da Silva, por është një rivënie gjatë e për Ndrecës. Nuk ka arrin dot Malomo të Rudas. Abazaj luan tek Toni Batista.
Topi qati i përpjerë të Bylisit dhe ka faul shkaktuar nga Kristian kundrejt Berkos në atë duel ajror mes dy lojtarëve. Shërë njerë, kjo është momenti. Një para, linja. Bën fshëllima, Sulovari. Goditje e Malomos që blokohet. Dhe atë vion insistimi i lojtarëve të Bylisit. Dhe Sulovari që nuk arriti dot të shkëpunte siç duhet topin, duke quar në rivoni me duar. Kristi në këtë rivoni me duar, Ledio Tresa. Edhe njerë tjetër Tresa nuk i ndahet Bruno dhe kësaj radhe për Gjoni, që me forcë fiton këtë rivoni ansore. Mukhtar Goxhi. Berko. Prodani për topin i fundit. Olsi Myrta. Dorëzon topi që një pasim i gabuar për Ndreca tashmë. Arkimi i tij që mbyllet nga Kristian Tresa nuk e pa ardhjen e Mukhtar Goxhi dhe hyrja e Prodanit. Prekja e fundit e futbollistit të Bylisit. Bruno. Për Tresa, për tek Osmane. Dorëzon topin shumë lehtë ekipi Bylisit, ndërkohë përgatitemi për zëvendësimin e radhës tek ekipi i Bylisit. Mustafa do të jetë në fushën e lojës, largohet Berko, ka shpenzuar shumë energji që ndërshënuesi. Ndërshënues për një tjetër. Samuel, nuk ndryshon asgjë, okay? Erdhe progresimet e trajnerit Gentian Mezani. Rivoni gjatë tek Pullari dhe Arkimi që ka patur një devijim nga ana e Përndrecës. Tashmë jemi në 2 minutat e fundit plus kohë shtesë nga përfundimi i takimit Bylis Laçi. Shohim Arkimi tek Kristian. Largohet topi megjithatë vijon aksioni është OP. E dorëzon tek Mustafa Sulovari Shabani. Nga distanca tentoi fluturim thi. Kontjes me sushori i Laçit. Topi larguar nga Mjaki, Përndreca me kokë Osmane.
Topi gjatë në qendër Da Silva që pason tek Mustafa I pavëmendshëm. Sulmuesi I Bylisit. Edhe njerë tjetër insiston Bylisi, po këtu dalet aksioni për një faul. I takon Laçit, ishte ndërhyrja e Sulovarit. Janë dy lojtarë të Laçit të shtrirë në fushën e lojës. Ishte pikërisht kjo ndërhyrja e mesoshorit të Bylisit, Sulovari kundrejt Kurtit. Ndërkohë do të kemi 4 minuta shtesë nga përfundimi I takimit. Njerë tjetër, lojtarët e Laçit marrin me çik të situatë, nuk kërkojnë të nxetohen. Një pasuar jo mirë nga Najde Silvës, por sërish ka tjetër ndales loje për një faul për këtë ekipit të Laçit. Kërkohet ndihma e stafit mjekësor të paktën. Kështu komunikon me kryesorin Ope, brojtësi I Laçit. Ka ndaluar se 2 minuta në mënyrë pasive. Shumë ndalesa dhe duket se të dyja ekipet janë pajtuar ndoshta me një barazim. Dobjanish ka topit. Kemi gjatë I ti. Myrta nuk e arrin dot të dorëzonte Batista. Krye fundit në jetën gjë është Mustafa. Gjoni. Takimi për Gjonit në zonë, largohet nga Ope. Olsi Myrta e mbyll Osmane, Bruno tashmë ka topin. Pasim për tek Da Silva edhe një tjetër Shabani, Olsi Myrta. Kërkon një top për tek Bullari, ishte shumë I fort. Ka një lojtar të Laçit të shkruar në fushën e lojës dhe sërish Hamiti ndalon lojën dhe kartoni verdh për Ndrecën. Për shkak të protestave. Është Njaki I cili ka mbetur I dëmtuar në atë përplasje. E gjë na mundson pikërisht momenti mes Ndrecës dhe Mjakit. Tenton të jap forcën e fundit ekipi I Bylisit.
Koxhi mbyllet nga Tresa dhe Kristian, i cili pastron zonën Abazaj në qetësi. Luan pas tek Batista. Edhe një herë tjetër Marina Abazaj. Topi gjatë ti që mbyllet nga Bullari. Edhe një herë tjetër luan tek Toni Batista. Mban topin braziliani. Edhe një tjetër kërkon të shtyjë skuadrën përpara në këto sekondat e fundit të takimit për Ndreca. Kurti Tresa çon përpara dhe kështu Eldorian Amiti mbyll këtë përballje, nuk ka fitues në Ardush Muçaj. Bylis 0, Laçi 0. Me këtë barazim Laçi mbetet në vendin e 6 me 33 pikë, ndërkohë Bylis parakalon Tiranën në vendin e 7 me 32 pikë. Analiza do të zgjerohet si zakonisht më tej në emisionin Supergol drejtuar nga Jugerta Sako. Unë ju falenderoj që ishit së bashku me emocionet e kësaj sfide. Ju përshëndes herës tjetër nga unë Erkan Çutra. Ju takofshim.